shko një mojo, këtëne dhe krejt familjeve tjera që kërkojnë ndihmë prej teje, po amanet po t'alju, po është gjinin që ta kom dhonë, kur mos i merë kërkojt as një metelik. Babi ka qenë zhytësi i parë në Kosovë, i cili ka fillu zhytjen si një i ri, i cili ka lindë në Buzdrini, të mësu me jetu edhe me notu në dri. Aty ka marrë hapat e parë, bile është një histori shumë e çuditshme, se babi është fundos kur i ka pas 3-4 vjeç edhe e ka nxjerr për të vdekur. Bile më tregojshin hallat që një kohë shumë gjatë babi s'ka pi ujë, ose i ka mbyll syt kur ka pi ujë, se ka qenë shumë i frikun prej ujit. Po masnej ka ndjek disa trajnime profesionale, ka licencën e zhytësit profesionist prej Konfederatës Botërore për Aktivitete nënujore, një institucion shumë kredibil, prej cilit më vonë edhe vllau jemi certifiku. Edhe krejt këtë rrugtime ka fillu për atraktivitet, për rekreacion, po pas një kohë ka pas raste të tilla, rasti i parë bile ka qenë në Vushtrri, ku babit ju është kërku me shku dhe me ndërhy, që rrëfen babi ka qenë shumë e vështirë për ta, se përballja për herë të parë me një trup të pajet, pa dyshim që është traumatike, nëse jo traumatike lë gjurmë shumë thella. Po me te kalimin e saj, babi masnej ka vazhdu një rrugtim i cili nuk është ndalë, deri tash ka nxjerr 549 kufuma prej ujit. Babi kur e ka kry qatë rastin e parë në Vushtrri, o kthy në shtëpi edhe i ka pastru pajisjet e zhytjes. Edhe nana vetë e pyet, thot Ismail, çka ka ndodha, ke qenë ai ushtrim ushtarak. Edhe babi thot jo non, me shumë krenari i tregon që kështu. Unë isha e nxora 4 kufuma, 3 fëmijë të vjetër, cilët janë fundos në Vushtrri. Edhe gjyshi afrigohet shumë se i kujtohet ajo historia kur babi o nxjerr i vdekur, pothuajse i vdekur prej drinit, dhe i thot Ismail nuk du më t'hup prej ujit se një herë më ke pështu. Babi e ma në premtime, po mas një kohë është një gazetar Remzi Gjambazi, i cili ka qenë gazetari radio televizionit Prishtina, që është fundos në Badovc. Edhe prind dhe familja e tij vini kërkojnë babit që me shpëtu, për mos me zgjatë shumë. Babi thot nuk muj se i kom premtu nanës që nuk muj me ushtru mu këtë aktivitet, edhe tregon një histori. Po nga dëmshuria, sigurisht, ju thot hajdeni ju në shtëpi, unë po shkoj, mas gjysore hajdeni ju, edhe kërkomni, po shfrytëzojeni rastin me diskutu me nanën që ta marrim izën e saj. Edhe kur shkojnë gjyshja qëllon në barë të e la një tepsi, qështu buk falesht në ka tregu babi, edhe i thot, po, qka e mira ju ka pru? Ata tregojnë që ju ka mbyt një vlla dhe thot, për izat Zotit, a mundët Ismaili me ardhë, na jemi në gjendje me jep gjithçka dhe pasuninë dhe shtëpiat, e si duket kur ata folin për materialin gjyshja prekët, e thret babi, edhe i thot Ismail, shko një mojo, këtëne dhe krejt familjeve tjera që kërkojnë ndihmë prej teje, po amanet po t'alju, po është gjinin që ta kom dhonë, kur mos i merë kërkojt as një metelik. Buk falesht kështu i thot. Edhe babi prej ati momenti gjithmonë këtë aktivitet e ka ushtru në mënyrë humanitare dhe kur s'ka pranu as edhe një kompenzim të vetëm për këtë çështje.